sot nuk e kemi luksin e vonesës, nuk e kemi luksin e blokadës dhe nuk kemi nevojë për zgjedhje të reja, të sërishme si ikje nga përgjegjësia që na takon. Kosovën, institucionet e saj legjitime, me vullnet të shprehur rishtazje qartësisht nga qytetarët, duhet të lënë të punojë. Ka pasur mjaftueshëm zgjedhje e rizgjedhje dhe qytetarët kanë folur mjaftueshëm. Tani na duhet të punojmë sa më shumë që të mundemi bashk e jo të kemi blokada të reja që nuk e lën vitin e vjetër të jetën kaluarën. Blokadat, grackat, kleçkat, taktikat nuk janë mendësi e zhvillimit, por e ngecjes. Është koha që të ecim përpara dhe të jemi në krye të detyrës, veçanërisht në këto rrethona jo të lehta globale. Ju faleminderit.